Sahih al-Bukhari. Audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra kodëqeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se erdhët në takimin e radhës rreth komentit të haditheve të Sahih Bukhariut, Allahu e past mëshiruar. Edhe me tej jemi në kapitullin e diturisë, respektivisht tek nën kapitulli 3 veta kanë shpërblimin dyfish. 3 veta kanë shpërblimin dyfish. Hadithi 83 an Ebi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. Ebu Musa Ash'ariu, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai i nderuar ka thonë: 3 persona kanë shpërblim të dyfisht. 3 persona kanë shpërblim të dyfisht. Personi idhtar i librit që e ka besuar pejgamberin e vet dhe e beson Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Robi që kryen detyrat ndaj Allahut fuqiplot dhe detyrat ndaj zotërisë vet. Personi që posedon robërish, të cilën e edukan dhe e mëson në formën më të mirë, e pastaj e liran dhe martohet me të, i tili shpërblihet 2 herë apo dyfish. Shpjegim: Allahu i madhruar është i gjithëmëshirshëm, mëshira e tij është e pafundë. Ku pjesë e kësaj mëshire është edhe të atë dyfishaj robërve të tij shpërblimin, robërve të tij shpërblimin për disa vepra të cilat i bëjnë ata. Në anën tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inziste muslimanët, shokët e tij fillimisht, e pastaj ata të cilët vinë pas tij që të bëjnë vepra të mira, në mënyrë që të shpresojnë te madhi Allah shpërblim të madh. Inziste për vepra të mira dhe ua tregon të shpërblime të mëdha të cilat i kanë ata nëse i bëjnë ato vepra. Hadithi në fjalë tregon një segment të kësaj mirësie, të shumëfishimit të sevapit për punë të hajrit, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam tregon në këtë hadith se 3 lloje njerëzish kanë shpërblimin e dyfisht. 3 lloje njerëzish kanë shpërblimin e dyfisht. Andaj të shohim se kush janë këta 3 lloje njerëzish. I pari, personi idhtar i librit, i cili ka besuar pejgamberin e vet dhe beson pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Njëri nga këta 3 persona të cilët e kanë shpërblimin dyfisht është një i krishter apo një i qifut, i cili ka besuar pejgamberin e tij, i cili është dërguar për ta apo tek ta, si i krishteri Isaun dhe qifuti Musaun alejhima assalam. Por kur erdhi pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, këta e besuan pastaj apo ky person, cili do të qoftaj o i krishter o qifut, e besoj edhe pejgamberin Muhammed
sallallahu alaihi wasallam. E besoj pejgamberin për pejgamber, e besoj Muhammedin për pejgamber, e besoj Kur'anin për libër të shenjtë. Personi i tillë, burr apo grua, e ka shpërblimin e dyfisht. Shpërblimin që e ka besuar pejgamberin e tij, Musaun apo Isaun, me shpërblim, me besim të shëndosh, dhe shpërblimin tjetër e ka për besimin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ashtu që një person i tillë, ish i krishter apo ish i qifut, i cili ka qenë besnik në fenë e Isaut, respektivisht në fenë e Musaut, apo në krishterizëm e tjetër në evreizëm, e pastaj ndëgjon për ardhen e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe e pranon atë për pejgamber, bëhet musliman i mirë, atij i dyfishohen sevapet apo shpërblimet. Ka sevapin shpërblimin për fenë e vjetër dhe ka sevapin e shpërblimin edhe për fenë e re, respektivisht për mesazhin e ri qiellor për pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe Kur'anin shoqërues i pejgamberit alaihi salatu wassalam. Këtë e vërtetojnë edhe ajete kuranore. Ka thënë Allahu azza wa jalla në surat al-Qasas: "Alladhina ataynahum al-kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa idha yutla alayhim qalu amanna bihi innahu al-haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tawna ajrahum marratayn." Atyre që ne u dham librin për para këtij, pra më herët i krishterë dhe qifut, disa prej tyre i besojnë këtij besojnë. Dhe kur u lexohet atyre thonë, kur lexohet atyre ajetet kuranore thonë, ne i kemi besuar atij, ajo është e vërtet prej Zotit ton, ne edhe para tij kemi qenë musliman. Atyre do t'u jepet shpërblimi i dyfisht. Atyre do t'i jepet shpërblimi i dyfisht. Surat al-Qasas, ajeti 52, 53 dhe 54. Ku Allahu azza wa jall tregon se disa nga udhëtarët e librave të shenjtë, të cilët kishin qenë në fenë e drejtë para se të shpallej Kur'ani, kur u erdhi aty në Kur'ani, ata e besuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pasi që dëgjuan për te, e dëgjuan atë dhe fjalët të cilat u kishin zbritur apo mesazhet, ajetet të cilat u kishin zbritur atyre dhe e kuptuan se është prej Allahut, ashtu që e besuan pejgamberin Muhammed, siç i besuan edhe pejgamberët e mëhershëm alayhimus salam. Qatada ka thënë, ajeti i surës Qasas 52 ka zbritur për disa njerëz nga udhëtarët e librave të shenjtë, hebrejnë dhe të krishterë, të cilët vazhdonin edhe më tej të qëndronin në fenë e tyre të saktë, kur Allahu dërgoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të cilët vazhdonin edhe më tej të qëndronin në fenë e tyre të saktë, fenë e tyre të shëndosh, kur Allahu dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe e besuan atë. Në mesin e tyre ishin Selman Farisiu dhe Abdullah bin Selam. Përfundon citati. Këtu bën pjesë këta e bën ata sepse u bindën që pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte i përshkruar në librat e tyre. E besuan pejgamberin hak. Njëherë e ruajten fenë e tyre të shëndosh. E ruajten fenë e tyre të shëndosh. Pastaj
kur dëgjuan për pejgamberin alayhi salatu wassalam, e patën të lehtë ta besojnë, sepse ata atë edhe më herët e kishin gjetur të përshkruar në detaje në librat e tyre të shenjtë. Ndaj ishte shumë e lehtë ta vërtetonin pejgamberin si krijes, si njeri i gjallë, konkret, me atë teorinë, përshkrimin e tij nga ana teorike në librat e tyre të shenjta të mëhershme, e që përputhej krejtësisht ajo që ishte shënuar me këtë çapo e shohin me sytë e tyre të ky njeri e që ishte Muhamedi alayhi salatu wassalam. Allahu i madhruar në lidhje me këtë ka thonë: "Alladhina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Atyre që a kemi dhënë librin, atyre që a kemi dhënë librin, i thtarë të librit shenjtë, e njohin Muhamedin alayhi salatu wassalam ashtu siç i njohin fëmijët e tyre. Ashtu siç i njohin fëmijët e tyre, e njohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pse njohin? Qysh e njohin? Sepse kanë të përshkruar në librat e tyre të shenjta. E njerëz të mençur si Abdullah ibn Salam dhe Salman Farisiu dhe të tjerë e besuan më njëherë posa e pan dhe vërtetuan dhe u bindën se krejt këto çapëgjim të ky njeri është shënuar librat shenjta, apo ata që kemi lexuar në librat shenjta qenka të ky njeri, andaj ky është ai i përgëzuari, i paralajmëruari, i sehariquari nga ana e Isaut alayhis salam dhe nga ana e pejgamberët të mëhershëm se do të vini pejgamberi i fundit, e që është Muhamedi alayhi salatu wassalam. Kështu që Allahu i madhruar po thotë se atyre njerëzve u jap shpërblimin e dyfisht. Fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ehlil kitab, i thtarë të librit, i referohet të Vratit dhe Unxhilit. Natërsisht këtë përfshin ata hebrej që kanë besuar Isaun alayhis salam për pejgamber, sepse kushti është që ta besojnë pejgamberin e tyre, e Isa pa asnjë dyshim ka qenë pejgamber dhe i qifotve. Sigurisht që ka qenë pejgamber e të krishterëve, nga se qifotët urdhëruan ta besojnë Isaun alayhis salam për pejgamber. Andaj ata që kanë besuar Isaun për pejgamber dhe kanë vazhduar pastaj të qëndrojnë në atë fetë të shëndosh, derisa ka ardhur pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, apo derisa kanë dëgjuar për te, e pastaj kanë krahazuar dhe kanë besuar dhe kanë kuptuar se pejgamberët që kanë vëllezër të një burimi, të dërguar për një të dërguar, për të njëjtit burim, e që është i madhi Allah te bareke ve teala, i cili dërgoi këta pejgamber. Pra, e pari të cilët Zoti jap shpërblimin dyfisht është një ish i krishter apo i qifot, i cili ka besu pejgamberin e vet, ka besuar fenë e tina me besim të shëndosh, jo të devijuar siç është tek shumica e tyre, e pastaj kur kanë dëgjuar për pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka besuar atë. Ky person ka shpërblimin e dyfisht. Këtyre personave që është dhënë shpërblimi dyfisht, nuk është kusht patjetër që këta të jenë më të mirë të dunjas, që këta ta kenë shpërblimin më të madh se krejt të tjerë. Thuaj ndryshe, nuk është patjetër që dikush që ka qenë tazami ateist, ka qenë pagan, e të tjerë dhe beson pastaj pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam të ketë më pak sevap se sa një ish i krishter apo qifot
i cili është bërë musliman. Jo asnjëherë. Ne e dim se Abu Bekri dhe Omeri kanë qenë pagan dhe sahabë të tjerë, ama sevapin e Abu Bekrit dhe të Omerit nuk mund në zana askush, madje as Selman Farisiu, madje as Abdullah ibn Selame, me gjithë respektin e madh, me gjithë gradat e larta që i kanë se sahabë të ndëruar, të respektuar, por me gjithate nuk e arrin gradën shkallën e Abu Bekrit dhe të Omerit dhe disa sahabët të tjerë, radiallahu anhum. Ibn Rajab thot, nuk është do njëri të cilit i është dhënë shpërblimi dyfesh me i vlefshëm se sa të tjerët. Pra, Allahu e shpërblimin dyfesh do në me ngrit, por nuk do thot pa tjetër që me ngrit me shumë se të gjithë të tjerët. Jo, të tjerët i ngrit me vepra të tjera. Madje do shta më shumë se sa që i ngrit këta. Ky ishte lloji i parë i njerëzve të cilët Allah i jep shpërblimin e dyfesht. Lloji i dytë, robët që kryen detyrat ndaj Allahut fuqiplot dhe detyrat ndaj zotërisë të tij. Personi i dytë pra, të cilët i defishojnë sevapet, është robi apo sklavi, i cili pranon tashmë realitetin se është sklav. Por ai nuk e harron hakun e Allahut, anë pse është rob. Ashtu që ai e di se para se të jetë rob i njeriut, ai është rob i Allahut të madhruar, ndaj kryen detyrat e tij karshit madhit Allah, sikurse namazi, zakati, agjërimi dhe punë tjera të cilat i obligohen atyre për me kry karshit madhit Allah të bareke o tala, po në anën tjetër edhe ndaj zotërisë së tij sillet mirë, me edukat, i shërben atina, e kryen detyrën e tina me nder. Ky njeri ka shpërblim të dyfisht, njëherë shpërblimin për devotshmërinë e tij në raport me Allahun e madhruar, e pastaj shpërblimin e tij për respektin dhe dëgjueshmërinë që ka ndaj zotëriut e tina. Sigurisht se kjo ka qenë për një periudhë kohore përderisa ka pasur sklav, e që në kohën kur ka ardhur Islami ka pasur shumë sklav. Bota ka qenë mbushur me sklav. Bota ka qenë mbushur me sklav. E Islami që nga fillimi i tij, që nga ditët e para të zbritjes së ajeteve të para, ka nxitur, ka inkurajuar që të lirohen robërit. Madje thuaj lirisht dhe bindshëm se nuk ka ekzistuar më parë dhe më pas ndonjë ideologji, ndonjë sistem, program jetësor, legj e të tjeri kujt do qoftë, i cili ka nxitur edhe ka inkurajuar për lirimin e sklavëve, për lirimin e robëve, më shumë se sa që ka nxitur dhe inkurajuar Islami apo dini Islam. Personi i tretë është ai person i cili posedon një robëresh, të cilën e edukon dhe mëson në formë të mirë, e pastaj e liron, martohet me te, edhe kë ka sevapin apo shpërblimin dyherë. Pra personi i tretë, të cilët defishon sevapet, është një njeri cili ka pasur një robëresh, ndaj së cilës është kujdesur dhe ka edukuar duke ja mësuar fenë, e pastaj edhe ka liruar nga robëria për hir të Allahut. E ka mësuar fenë, e ka liruar nga robëria, skllavëria për hir të Allahut, pastaj e ka martuar atë, e ka bërë grua të lirë, sikurse gratë e tjera, ka bërë baraz me gratë e tjera, përderisa më herët sa ka qenë sklave, nuk ka qenë në rangot të grave të lira, e ky e liron atë për hatër të Zotit, e pastaj e marton atë dhe jep mehrin e të gjitha të drejtat të cilat i ka një grua e lirë. Ky person ka shpërblimin dyfish, njëherë për edukim, për edukimin e mirëfillt, për mësimin e tina, edukimin e tina që ja jap asaj vajze të re, e pastaj për herë të dytë, apo shpërblimin e dytë e ka për martesën që e bën me te, respektivisht
për modestinë e tina, sepse martesa tregon thjeshtësinë e tij, modestinë e tina, nga se në atë kohra ka qenë met që i liri, sklava pronari, i pasëri, zotnia, të martohet me një robënesh. Ka qenë met me liru robreshin, por më pak, ndërsa ka qenë met e madhe me martu me robresh, nga se robreshat kanë qenë të nivelit të ulët, ndërsa zotnit të nivelit të lartë. Robreshat janë përdorur për çështje kënaqësie, punë të tjera, por jo me marr gra. Kë për hatër Zotit, nga modestia e tij, thjeshtësia e tina, e do ka një herë, e liran dhe martohet me të. Njerëzit në të gjithë duhet me qenë barabart, me vlerësua njerëzit barabart, andaj që ka lidhë që ka qenë robresh e njeriu, që para se me qenë robresh e njeriu, ka qenë dhe vazhdon të jetë robreshet madhe të Allah, krijeset madhe të Allah, të bareke o tala. Pra, për këtë modesti, Allah i madhruar e paguan dy fesh këtë njeri, Zaten Imam Bukhariu e cekët hadith mu për këtë pikë, për pikën e tretë, që për rëndësinë e edukimit të familjes, nga se kë konsideresi e afrej shumë afërve të vetës e tina, pra me edukue këtë sikur se fëmijën e tij, qysh e edukon anëtarët e familjes, me edukuar edhe këte, andaj e cekët hadith të kapitullit dituaris për edukim, me mësu, me eduku njeriu, me ta pa hajri njeriu. E mësimi është hajri madh, të cilin e përçon robi tek tjetri, duke filluar nga familja tina e me gjerë. Allahu e dhe në së miri, dhe deri në takim në radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صحيح البخاري